Shikues nderuar televizion shqiptar të Amerikës, jemi në bisedën e radhës zeri politik i shqiptar-amerikanëve në zgjedhjet amerikane me avokatin Relis Nushaj, kandidat për Senatin e Michiganit, i cili duke shpjeguar çështjet të veçanta të cilat janë pjesë të fushatës zgjedhore, por janë dhe elemente që duhen zgjidhur, duhen korrigjuar për neve si votues. Bisedat e para që kemi bërë, kemi marrë telefonata, kemi marrë falenderime edhe ja kemi përcjell avokatit, pasi shumë persona kanë mësuar nga sugjerimet dhe këshillat që ka dhënë avokati dhe janë regjistruar, se kryesisht tek regjistrimi është çështja më kryesore tashme. Por sot do të flasim për një çështje tjetër, shikues nderuar. Komuniteti shqiptar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një komunitet i vjetër. Jemi shumë shqiptar amerikan kudo. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës numri është rritur, e veçanërisht me bashkimet familjare. Paralel me rritjen e numrit është rritur edhe cilësia, kualiteti i komunitetit shqiptar, qysh nga individët dhe nga organizime të ndryshme të tjera dhe institucione fetare, institucione mediatike, institute të ndryshme që janë hapur, të cilat bëjnë punë të shkëlqyer për komunitetin. Por sa dhe si duhet shfrytzuar këto resurse, kjo infrastrukturë ndërtuar me investim brenda komunitetit, janë shfrytzuar nga kandidatët tanë shqiptar-amerikan, do ta mësojmë tani nga avokati Nushaj. Mirë se ke ardhur në bisedë. Faleminderit shumë, mirë se gjeta. Jemi të kënaqur për ecurinë e fushatës tuaj. Ajo është një ëndër e cila vazhdon dhe në dorë, nëse ëndra do të realizohet, e keni ju, por unë e di dhe rolin e votuesve, të shikuesve, të shqiptar-amerikanëve. Absolutisht. Pyetjen e dëgjove. Po. Sa janë shfrytzuar resurset Po. E komunitetit shqiptar-amerikan, infrastruktura që kemi ndërtuar ne si komunitet në vite. Po. Zot Vile, ju falenderoj edhe një herë për ftesën, është kënaqësi të vi këtu javë për javë dhe jam gatshëm të vi ditë për ditë. Ju kështu që ju falenderoj te mase për kujdesin, për vëmendjen. Edhe pjesë e përgjigjes detyrimisht është pikërisht edhe institucioni i mediave që kemi neve si komunitet. Ne jemi me fat sepse jo çdo komunitet ka televizionin e tij. Jo çdo komunitet ka aftësinë që kandidatët e komunitetit dalin përpara komunitetit në mënyrë kaq të drejtpërdrejtë sa që dalim ne nëpërmjet televizionit shqiptarëve të Amerikës. Ajo është diçka me vërtetë e vyer, e vërtetshme. Unë shikoj nga java në javë përgjigjen që ka ky komunitet ndaj prezencës tonë këtu së bashku. Dhe ajo është me vërtetë diçka e rrallë. Dhe ne duhet ta përdorim këtë në mënyrë masive, dhe prandaj dhe mua më ke këtu gjithmonë të abonuar, sa herë që ke nevojë. Për tek saj, normalisht ne jemi me fat se kemi edhe shumë institucione tjera. Kemi institucione fetare, që janë me vërtet diçka e vyer për komunitetin tonë. Edhe unë kam pasur fatin të shkoj të marr me radhë që gjitha pak a shumë. Krisha e Shëmpalit që është brenda distriktit tim, ku unë po kandidoj, është me vërtet një institucion temas i rëndësishëm. Jo thjesht për jetën shpirtërore tonë si shqiptar dhe si antar të komunitetit, por për jetën sociale dhe për jetën politike të komunitetit tonë. Sepse është një vend ku mblidhemi që gjithë bashkë, detyrimisht. Dhe parametrat e kishës janë ato që neve ne japim vlera në kandidim kur shkojmë, kur ecim përpara në për të lloj fushatash. Ashtu sigur se kisha e Shëmpalit dhe gjithë pjesëmarrësit e antarët e kishës, ne jemi me fat që të kemi teqen. Edhe unë pata një seri me evente që kam qenë ke teqeja në Taylor para pak javësh. Ajo është një tjetër institucion që është me vërtet me vlerë për ne si kandidat, për vlerë për mbi të gjitha për ne si shqiptar, si antar të komunitetit më të gjerë për te komunitetit shqiptar. E njëjta gjë flas për xhamin, kam pasur në fatin që shkoj ke xhamia shqiptare në Harper Woods, ku është një komunitet i gjerë që shkon mblidhet nga gjithë zona jonë, nga gjithë zona metropolitane e Detroit. Ajo është gjithashtu diçka e vyer. Kemi kishën Zoja Pajtore. Traditën që kemi aty është një traditë me vërtetë e vyer, e vlefshme për komunitetin tonë, në lidhje me shërbimet që i bëjnë ndaj komunitetit tonë, me traditën e Domnot dhe Domdino që kemi sot. Ajo është me vërtetë diçka që na ka ndihmuar, vazhdon të na ndihmojë si komunitet dhe vazhdojnë të na ndihmojnë në të ardhmen. Detyrimisht edhe prandaj dhe ne që gjithë, ashtu si kundër unë dhe çdo kandidat tjetër që po kandidon sot, janë të përdispozuar për të kthyer dhe gjithmonë për të angazhuar në mënyrë totale të tërë në lidhje me çdo aktivitet që kanë këto institucione fetare. Gjithë këto elementet e fesë që i shërbejnë komunitetit shqiptar këtu në zonën e metropolitane të Detroit janë me të vërtetë me vlerë për ne si individ këtij komuniteti, por për te vlerës individuale në hym gjithashtu dhe vlera jonë ke kandidatët tanë, për arsye se kemi aftësinë që të mbështetemi ke këto.
Gjithashtu kemi dhe normalisht kishën ortodokse, kisha ortodokse me atë Eugene-in që është me vërtet një njëri i mrekullueshëm, ka pasur fatin të takoj personalisht, ka pasur fatin të shkoj ke kisha ortodokse para pak kohësh për një event atje. Mbështetja nga kisha ortodokse ka qenë totale, komuniteti atje është me vërtet i këndshëm, edhe grupi drejtuesi i kishës një shumë të predispozuar për ndihmuar, dhe këto janë vlerat që sjellëm ne si komunitet në fund fare. Po përveç këtyre normalisht zoti Vile, siç e dini dhe ju, ne kemi dhe shumë shoqata të ndryshme që janë pjesë e gjithë komunitetit tonë. Edhe unë kam pasur fatin që të angazhohem me shoqatat tona në mënyrë që të nxjerrim si thua çdo vot kudo që është gjatë këtij procesi. Edhe ajo është e nevojshme dhe është me vërtet diçka me vlerë. Normalisht unë jam lidhje, siç e dini dhe ju, kam lidhje të forta me shoqatën Vatra, që është normalisht prezente gjatë komunitetit tonë dhe ka qenë gjatë dekadave, për mëse më shumë. Gjithashtu pata fatin të kisha një seri me evente me shoqatën e Albanian American Institute, që është sapo krijuar, me shoqatën e Hollande Maltësisë, e me radhë në vjet përgjithshme me shumë shoqata që kemi këtu edhe për qark. Në mbështetja e tyre ka qenë me vërtet diçka që mua më ka ndihmuar te mase gjatë këtij procesi elektoral, që nuk është procesi kollajt, është procesi është i angazhuar në mënyrë kërkon një angazhim total nga të gjithë ne, jo thjesht individi që në farë mënyrë është në garë dhe është duke garuar, por mbar komunitetin e gjerë, sepse në fund fare kërkojmë mbështetje të gjithë çdo antari. Edhe mbështetja shkon për te individit, shkon në gjithë ato rangjet ku neve jemi të angazhuar nëpërmjet fesë, nëpërmjet shoqatave civile, nëpërmjet institucioneve të çfarëdo lloji. Edhe në fund fare do thosha që të përgjigjesh pyetjes tuaj, një pjesë e shumë e rëndësishme është edhe në nivelin individual të kontributit edhe resurseve që përdorim ne si individ që jemi duke garuar, duke bërë garë politike. Në fund fare, gjatë gjithë kohës jemi duke luftuar për votën individuale të çdo antari të këtij komuniteti. Dhe jemi të predispozuar që të shkojmë ta ndjekim nxjerrim atë vot kudo që është. Dhe duke qenë se kemi gjithë këto hapësira për të cilat sapo folëm, që na mbështesin në çdo moment, vota e individuale antarëve të komunitetit tonë nganjëherë e marrim si të mirëqen dhe me arsye të forta, sepse kemi mbështetje, me të vërtetë mbështetje të mira nga komuniteti jonë. Por gjithashtu gjatë gjithë kohës jemi duke luftuar që atë mbështetje individuale në një mënyrë ta transmetojmë dhe ta përforcojmë, duke marrë dhe mbështetjen e atyre njerëzve që janë rreth për qark individëve të komunitetit tonë, me fjalë të tjera familjarëve, miqve, komshinëve, që të gjithëve, kushdo që janë. Dhe pjesë e angazhimit tonë gjatë gjithë kohës ka qenë që në një farë mënyrë kur marrim telefon ose kur kontaktojmë nëpërmjet atyre letrave tona që ka filluar që të gjithë tani që marrim në shtëpi, themi jo vetëm thjesht në mbështet neve në mënyrë individuale si antarë të këtij komuniteti, si person që po garojmë, por të lutem thuaj edhe komshinëve kushdo që janë, në qoftë se njeh një grup të caktuar shoqëror apo një grup shoqate civile apo kishe apo kudo që është jashtë këtyre parametrave për të cilat sapo folëm, ju lutem laftoni. Unë do isha personalisht shumë i lumtur të vija kudo që janë votuesit brenda këtij komuniteti në mënyrë që nxjerrim çdo vot fundit, sepse në fund fare, siç kemi thënë më parë, personi që garoi përpara meje e humbi atë zgjedhjen për 795 vota, në një situatë ku votuan rreth 115.000 veta, që është më pak se 0.06% e totalit. Detyrimisht vota shqiptare, që në përgjithësi është determinuese për çdo fushat tjetër këtu në këtë zonë, në këtë fushatën tonë, në mënyrë specifike do ishte determinuese, do kishte me të vërtet vlerë, dhe do jetë vendimarrëse në lidhje me kush do fitojë dhe kush do humbi. Të vemi tek resurset. Po roli i biznesmenëve, a është një resurs i cili duhet vlerësuar nga kandidatët shqiptarë amerikanë dhe konkretisht nga juve? Patjetër, është absolutisht i vyer. Dhe ka qenë mbase një nga faktorët kryesor në gjatë gjithë fushatës time personale, plus në çdo fushatë tjetër, çdo kandidat i para nesh. Unë, siç kemi folur më parë, kam pasur fatin, duke qenë se jam në biznes vetë si avokat dhe kam 16 vjet që jam në këtë biznes, kam pasur fatin të mbështes shumë kandidatë që kanë kandiduar për këtë komuniteti në të kaluarën. Mbaj mend që fushatën e parë që kam mbështetur ka qenë, nuk e di tani para mbase 15-16 vitesh, ka qenë Kushtrim Shaqiri. Ne kemi qenë bashkë të dy në një fundraising që ishte për kushtrimin. Edhe unë mbaj mend si sot atë, sepse ishte në një farë mënyrë
si fushat ne dinim që të gjithë që ishte në një farë mënyrë e predispozuar për të humbur sepse ishte një zonë e tillë që nuk do kishte mundësi kushtrimit që fitonte. Por mua më bëri përshtypje atëherë që ishte jo vetëm unë dhe ju, por ishte çdo antar i komunitetit biznesit shqiptar që ishte prezant aty, që në një farë mënyrë janë nga natyra e biznesit që është e tillë, janë të predispozuar të hedhin parë aty ku shikojnë fitim. E megjithatë, komuniteti biznesit shqiptar, edhe pse ishte shumë i qartë që mbase në atë rast nuk do kishin fitore, përkundrazi ishin aty, kontribuan, dhanë kohën, mundin, parët e tyre, dhe atë kanë vazhduar ta bëjnë gjatë tyre 16 viteve që i njohun edhe më parë dhe do vazhdojnë ta bëjnë në të ardhmen. Unë kam qenë përfituesi i këtij komuniteti biznesit shqiptar, për arsye se më kanë mbështetur në mënyrë totale. Dhe ajo është me të vërtetë diçka që për cilën unë jam mirënjohës dhe është e nevojshme në mënyrë që ta vazhdojmë atë kontribut ndaj çdo kandidati, për arsye se në fund fare ai është investim ke ardhmja jonë si komunitet. Dhe biznesi jonë e ka kuptuar atë prej kohësh, vazhdon ta angazhojë veten në mënyrë pozitive në atë aspekt. Jam i bindur që ju do të shkoni në Senat. Kur ju të jeni senator, çfarë do bëni lidhur me administrimin e votës të shqiptar-amerikanëve pasi në mediat e ndryshme të Michiganit edhe më gjerë flitet se komuniteti shqiptar-amerikan në Michigan është vendimtar për çdo rang zgjedhjeve, qoftë ato prezidenciale, qoftë ato lokale. Çfarë do bëni ju si senator, por si shqiptar-amerikan, që të gjithë ta dinë që shqiptarët nuk janë një komsi, nuk janë një elektorat i zakonshëm, por janë një elektorat i fuqishëm, dhe jo vetëm që dinë të argjenojnë se ku do votojnë, por janë dhe numër, janë vendimtarë. Po, ajo është pyetje me të vërtet me vend. Edhe do të jap një përgjigje që kam që ka filluar kjo fushat që në një farë mënyrë më hanga brenda. Si pjesë e luftës elektorale që bëhet në rangun e gjerë të komunitetit gjerë të këtij distrikti dhe mbar shtetit, dhe në një farë mënyrë mbar Amerikës, ne si kandidat shkojmë organizat me organizat, komunitet mas komuniteti, shoqat mos shoqate, dhe mundohemi të marrim atë endorsement, me fjalë të tjera të marrim mbështetjen e tyre në mënyrë të drejtë për drejtë. Unë jo më larg se sot mora mbështetjen e komunitetit të Bangladeshit brenda zonës tonë, edhe në gjithë Michiganit. Ajo organizata quhet Michigan Bangladeshi American Democratic Caucus. Me fjalë të tjera bëhet nëpërmjet tyre caucuses që bëhen si organizata. Këto janë organizata të njohura brenda secilës parti, qoftë demokratikës në rastin tim, qoftë asaj republikanes në aspektin e Partisë Republikane. Ne, si shqiptar, edhe pse si komunitet jemi shumë i madh sa komuniteti i Bangladeshit këtu në këtë shtet, nuk e kemi një organizat tillë. Ajo është një humbje totale, është mungesë e theksuar e ushtrimit të numrave tonë ndaj procesit politik. Është e nevojshme për ne që të kemi farë mirënjohje të tillë. Nuk ka asnjë arsye pse nuk e kemi një organizat të tillë. Sepse çfarë ndodh? Kur ke organizata të tilla, pakëndsi ka sa është numri kolektiv i joni. Çdo kandidat vjen dhe kërkon mbështetjen në mënyrë të përfaqësuar ke organizata jon specifikisht. Dhe nëse do kishim një caucus, një shqiptar amerikan, qoftë në Partinë Demokratike, qoftë Partinë Republikane, do vinin çdo politikan do vinte ta kërkonte mbështetjen. Kërkesa e mbështetjes është oportunitet. Për arsye se dashur pa dashur, neve do shprehemi si kandidat ndaj asaj shoqate. Do themi gjërat që janë të nevojshme për të thënë në mënyrë që fitojmë mirëbesimin e shoqatës dhe mbështetjen e shoqatës. Në këtë moment, unë atë gjë po e bëj me çdo organizatë. Po e bëj me grupet, në këtë rast me Bangladeshin, po e bëj me indianët, po e bëj me kinezët, po e bëj me gjermanët, me irlandezët, me italianët, me radhë. Të vetëm gjë që nuk po e bëj me shqiptarët. Me shqiptarët po shkojmë në mënyrë individuale nëpërmjet televizionit shqiptarëve të Amerikës, nëpërmjet shoqatave, nëpërmjet institucioneve fetare me radhë. Në vend që të kemi një farë grupimi politik që na fokuson duke qenë se po merremi me aspekte politike. Ajo është mungesa e theksuar. Dhe për ne është diçka absolutisht e nevojshme. Kështu që të përgjigjem pyetjes suaj, një nga gjërat e para që do bëja, të organizoja pikërisht këtë organizat. Është e nevojshme për neve, është e domosdoshme për ne dhe do na japi një farë shtyrje që sot na mungon edhe e kemi më së nevojshme. Ky do ishte hapi i parë kam përshtypjen që duhet bërë. Pastaj përtej këtij hapi, që është diçka krejtësisht specifike në këtë rast, normalisht prezenca e një shqiptar amerikani në senatin e shtetit tonë do të ishte vyer. Ashtu sikurse prezenca e një shqiptar amerikan do të ishte vyer në çdo instancë të shtetit amerikan.
pa rëndësi ku jemi, qoftë Kongres, qoftë Senat, në dhomën e përfaqësuesve, në rangun e këshilleve bashkiake, është nevojshme për ne të kemi zë politik dhe këto janë nevojat tona, kjo do jetë edhe lufta që do të bëjmë neve qoftë në mënyrë individuale, ashtu edhe mbar si kandidat. Shikuesit e shikojnë, ne do ta kemi edhe në Të regjistruar. Të regjistruar sigurisht që është, po do ta kemi në rrjetet sociale. Absolutisht. Edhe po të shikojmë se do veprosh. Absolutisht. Apo se ngre telefonat edhe. Absolutisht, përkundër asaj. Do vi t'jap llogari. Po mirë. Le të vim tani në rasti konkret në fushatën që keni sot aktualisht juve, si kandidat që jeni në zonën e distriktit 9, dhe cili është informacioni juaj. Pra, a keni arritur dhe tani të mësoni se sa shqiptaro-amerikan janë në distriktin tuaj që janë me banim? Po. Dhe nuk e dim tej pastaj prirjet demokratike apo janë republikan, por cili është informacioni që ju keni dhe a duhet që kandidatit të i di këto? Absolutisht. Absolutisht. Normalisht është diçka me vërtet me vlerë. Sa më shumë informacion të kemi gjatë një fushate elektorale, aq më të prirë do jemi ndaj suksesit në fund fare. Informacioni që kemi lidhje me shqiptarët dhe prezencën shqiptare në zonën tonë, që zona jonë është qyteti Shroyer, Rochester Hills, pastaj Sterling Heights, Utica dhe një pjesë e vogël e qytetit të Shelby Township. Prezenca jonë aty është me vërtet e madhe. Por jo gjithmonë kemi informacione në mënyrë specifike dhe eksakte se sa janë numrat tanë, përkundrazi. Dhe ta shpjegoj në këtë mënyrë. Kur nxjerrim regjistrimet, neve në bazë të censusit që bëhet këtu një herë në 10 vjet, ne nuk kemi aftësi të kërkojmë aty në bazë të grupit etnik. Detyrimisht, kur kërkojmë për thjesht sa shqiptar kanë këtë zonë, atë përgjigje nuk e kemi. Ai numër mbetet akoma i padisponueshëm për ne. Ndërsa kur flasim për ata që janë të regjistruar, për shqiptarët që janë të regjistruar, kemi aftësinë dhe në fushata jonë i kanë nxjerrë ato numra. Edhe kemi të ndarë në Oakland County, që është pjesa ku është Troy, Rochester Hills, dhe pastaj në Macomb County me Sterling Heights, Utica dhe Shelby. Edhe në ato numra janë shumë interesante për mua, personalisht. Kur kërkoj në zonën e Oakland County, për këto 3 qytete që janë pjesë e distriktit tim, unë nxjerr rreth 1200 shqiptarë që janë të regjistruar për të votuar. Kur nxjerr, shikojmë pastaj në mënyrë specifike dhe numrat në bazë të a i kam këta 1200 shqiptarë që kemi aty. A janë 1200 shqiptarë që unë njoh që janë totali, numri total, apo janë një numër më i vogël. Atë unë ta jap të raportoj personalisht që është numër më i vogël nga ata që që jetojnë në këtë zonë. Përse? Unë jap shembullin tim. Shembulli është se unë kam listat e klientave të mi që kam gjatë viteve, gjatë 16 vjetëve se avokat. Dashur pa dashur, shumica e klientëve tanë është pjesë e kësaj zone. Edhe unë kur shikoj në emrat dhe adresat e klientave tanë, dhe shikoj emrat e adresat e atyre që janë të regjistruar në këtë zonë, nuk më koincidojnë shumë pak. Ka shumë klientë që nuk janë të regjistruar për të votuar, që unë i di që janë qytetar amerikan, për shumë se nga i herë është edhe ajo pjesë analizës. Po di që janë qytetar amerikan sepse kanë bërë qytetar amerikan. Edhe ajo është një farë, ajo është një humbje totale për ne si komunitet. Jo thjesht për mua si dikur Shqipëria është në garë politike, po për ne si komunitet, sepse duhet që ta kemi dhe atë zë. Regjistrimi për votuar është temë mas e rëndësishme. Vota është temë mas e rëndësishme. Ai është pushtet politik në fund fare. Detyrimisht neve na duhet. Njëjtën gjë nga ana e Sterling Heights, numrat janë pak më ndaj. Kemi rreth 3500 shqiptarë total që janë të regjistruar për votuar. Unë të njëjtën gjë vëre edhe në zonën e Macomb County, që numrat flas personalisht për zyrën time. Numrat e klientave tanë në zonën e Macomb County janë shumë më të gjëra nga numrat e shqiptarëve që janë të regjistruar për votuar. Dhe kur marrim pasaj të dyja numrat bashkë, që janë me të vërtet minimale, kur marrim dhe pasaj bëjmë analizën dytësore, që sa nga këta shqiptarë që janë të regjistruar votojnë zgjedhje mas zgjedhjeve. Numrat pasaj bien në mënyrë totale. Dhe ato ndjekin një farë mënyrë parametrat që ndjekin mbar numrat tanë si komuniteti më i gjerë amerikan, dhe votojmë diku ke 30%, 30-40% në bazë çfarë zgjedhje flasim, ajo bëhet diçka me të vërtetë e vështirë. Dhe niveli i fundit i analizës pastaj zoti Vila është kur flasim për këto garën primare që do të brenda partisë, që do ndodhi si për demokratët dhe për republikanët në datën 4 gusht dhe atë javën më parë, kur neve shohim me vërtet që ato numra bien, dhe bien diku ke 20%. Dhe ajo është me të vërtet kur merr ato totalin pastaj e komunitetit shqiptar dhe zbret në atë nivelin bazë të garës primare, me vërtet shikojmë një zbritje të mahnitshme të votës komunitetit. Edhe në qoftë se do kemi aftësinë
që të organizojmë këtë komunitet pak më mirë se që kemi realizuar në aspektin politik, duke filluar sot e në të ardhmen, neve me vërtet do shikojmë vlera nga ai organizim, sepse është e nevojshme dhe është domosdoshme për mendimin tim. Faleminderit, është gjë e rëndësishme dhe është shumë e domosdoshme votimi, regjistrimi dhe pastaj votimi. Neve vazhdimisht në televizion, edhe në emisionet tona, edhe në rrjetet sociale i kemi transmetuar ato informacione që kemi dërguar juve, edhe në anglisht, edhe në shqip, mënyra se si veprohet për të regjistruar gjëra shumë të thjeshta, por duam 5 minuta kohë. Po, S'duam shumë sa. absolutisht. Por juve jeni me eksperiencë në fushën politike, me Partinë Demokratike, dhe një pyetje kështu lidhur me komunitetin shqiptar. Po. A keni juve, se ju jeni dhe kryetar partie, Po. a keni juve shqiptar që janë azhonuar të tjerë në politikë? Po. Paktën eksperiencën distriktit tuaj. Po, patjetër. Ne jemi me fat, e kemi në lloj rangjesh të ndryshme. Normalisht ky komunitet pa gjatë këtij cikli elektoral pa normalisht po shef kandidaturën time, po shikon kandidaturën e Robertit, pa kandidaturën e Suzana Shkelit, po shikon kandidaturën e Gjan Gocit, sapo doli për fushat Edira Sako, gjithashtu më kom. Këto janë thjesht në rangun e garës politike. Më pasaj të angazhuar brenda partisë, ne kemi dhënë, unë di që në Troj kemi dhënë disa shqiptarë, që kemi brenda listës emrave të atyre që janë të azhonuar dhe që të angazhuar gjatë gjithë kohës me partinë tonë. Jam sigur që edhe pse unë këto nuk i kam të informacione, në aspektin e Partisë Republikane, e di që janë të angazhuar plot shqiptarë gjithashtu. Në rangun e Senatit të shtetit tonë, për një nga, për shembull, që njohum personalisht, një nga senatorët që kemi të zonës së Mëkom, ka si punojësin kryesor të tjerë një shqiptar, Armendin, që është djalë shqiptar i mrekullueshëm, Armend Toplari. Këto janë angazhimet që kemi neve si komunitet. Dhe këto janë gjërat që janë të nevojshme, për arsye se kemi thënë më parë, në mënyrë që të jemi të suksesshëm. Me forcat tona dhe jemi të suksesshëm vetëm sa jemi të aftë personalisht. Por komunitetet e tjera, kandidatët e tjerë, janë të suksesshëm për te aftësive tyre individuale, për arsye se kanë komunitete që i mbështesin në mënyrë totale, nëpërmjet institucioneve të medjave, nëpërmjet institucioneve fetare, nëpërmjet individëve që janë të shpërndar gjatë roleve të ndryshme politike në mbar atë kuadrin politik të jetës amerikane. Dhe mbështetje të tilla janë nevojshme. Kjo është edhe lufta që në farë mënyrë ne po bëjmë sot nëpërmjet bisedave si kjo që po angazhohemi unë dhe ju, po dhe bisedave që po angazhohemi me institucione fetare, me institucione sociale, me organizata shoqërore, me individët, me mbështetjen e çdo antarit të çdo këshilli bashkiak, kem thënë tash ku i kemi. Në momentin që rrisim ato numra dhe nisim ato lloj angazhimi, do rrisim edhe aftësinë për të qenë suksesshëm të çdo personi që kandidon për çfarëdo lloj pozicioni. A ka rëndësi komësia nga vjen? Edhe juve si shqiptar, a keni problem të thoni se ti vjen nga komuniteti shqiptar? Ma jep një, jo, ndoshta është eksperjenca ju personale, por si funksionon kjo në jetën amerikane? Po. Normalisht unë jam krenar që jam shqiptar. Fakti që jam shqiptar, më gjithë poshtë e përpjet kudo që të bie prap shqiptar do ngelem, nuk ndryshon. Edhe detyrimisht edhe mbase ky është thjesht personi im, dhe kjo është thjesht metoda ime e punës, po kushdo që më jep e di që unë jam shqiptar. Edhe ajo nuk ndryshon dhe s'do ndryshoj asnjëherë. Nganjëherë në komunitetin tonë, duke qenë se jemi grup emigrantësh relativisht të freskët, sa po kemi ardhur, 30-40 vjetësh shumica janë, edhe pse kemi prezencë për mbi 100 vjetësh, shumica ka ardhur mbas viteve 90. Nganjëherë për ne si emigrant të tanishëm, na duket sikur është e nevojshme në mënyrë që të flasim për veten tonë në kuadrin e të qenit amerikan edhe nga një farë mënyrë të zbehin prej ardhjen, sepse na duket sikur është diçka që do na krijonte mungesa dhe jo vlerë. Por realisht eksperienca ime personale në rangun politik, në rangun si avokat, në angazhimin tim që kam në biznes, në komunitet, siç është si avokat ashtu edhe në aspektet politike, botëkuptimi im thotë që të qenit të një grupi etnik specifik siç jemi ne, është diçka që kuadri gjerë jetës amerikane, jo vetëm që e pranon, por dhe mbështet.
që çdo grup tjetër etnik është krenar për përardhjen e tij. Italianët janë krenar për përardhjen e tyre, edhe pse kanë shumë kohë më të gjatë se sa ne këtu në këtë komunitet. Njëjta gjë ndodh me grekët, njëjta gjë ndodh me irlandezët, ndodh me gjermanët, ndodh me këdo, që gjithë janë të angazhuar brenda përpunimit të komunitetit të tyre. Dhe në një farë mënyrë vlerësimi që bëjnë ndaj vetes është i njëjti vlerësim që bëjnë ndaj çdo grupi tjetër etnik. Kështu që nuk ka asnjë arsye për ne shqiptar që të ndihemi, si thua, të ndihem çfarë lloji zbestësie në lidhje me të qenin shqiptar, përkundrazi. Prandaj unë kudo që shkoj, siç thash, e kam absolutisht të ndarë atë realitetin e jetës time, që është realiteti që jam shqiptar, dhe jam krenar dhe vazhdoj në një farë mënyrë dhe ajo për mendimin tim më ndihmon tej mase kudo që shkoj. Për arsye se të gjithë njihemi me shqiptarët. Ky është komuniteti i gjerë. Si është opinioni i komuniteteve të tjera për komunitetin shqiptar? Nuk do isha këtu sot, po mos isha pjesë e këtij komuniteti. Kudo që shkojmë, neve na hapin dyert. Për arsye se shqiptarët i kanë hapur dyert vetes kudo që kemi qenë. Shqiptarët nuk janë thjesht suksesshëm si avokat. Nuk janë thjesht suksesshëm, janë suksesshëm në çdo fushë tjetër, janë si në biznes, si arkitekt, si inxhinier, si profesor, në media, në çdo aspekt tjetër të jetës. Dhe suksesi jon individual ndihmon komunitetin e gjerë. Dhe suksesi i komunitetit tonë dhe prezenca e komunitetit tonë në jetën amerikane në mënyrë aq të shkëlqitur dhe në një mënyrë ku jemi të pavitueshëm dashur pa dashur, që të gjithë na njohin se kush jemi, të gjithë na njohin si komunitet. Ajo na ndihmon neve në mënyrë totale në prezantimin me çdo aspekt tjetër. Dhe shembullimi individual në botën time si avokat është ky që kudo që shkoj, kur kam filluar në fillim fare punën si avokat para 16 vjetësh, ose kur punoja në gjykat para se të isha avokat, apo kur kam punuar në Senatin e Amerikan para se të filloja punën si avokat, gjithashtu, mbaj mend që në atë kohë kur mundoshin të thoshin mbiemrin tim, Nushaj, e gjoj në 100 mënyra të ndryshme, po nuk e gjoj asnjëherë ashtu siç shprehet, ashtu siç thuhet mbiemri. Ndërsa kur shkoj sot, edhe në vendin e gjykata ku nuk më njohin, ku nuk kam qenë herë më parë ose para një gjykatësi që nuk më njeh, din si ta thon mbiemrin. Edhe ajo ka qenë ndryshimi numër 1 që kam parë unë. Edhe pse ndodh ajo. Nuk ndodh sepse më ka dalë mua emri se kush jam unë si Renisi, sepse unë kur shkoj çata më ty në e-course, aty më ka qelluar që të shkoj një herë në 10 vjet. Nuk ka pasur njëri aftësi të mësoj dhe të mbaj mend emrin tim në aty gjykat. Por çka ka ndodhur? Kam vajtur, aq shumë shqiptar gjatë viteve, saqë janë mësuar se si thon emrat tan. Edhe kur gjën një emër, kur shikojnë një mbiemër që mbaron me ajo siç mbaron ky jemi për shkakun, din ta shprehin ashtu si duhet. Ajo është vlera e komunitetit, ajo është vlera e të qenit pjesë e këtij komuniteti të gjerë, e shpërhapjes, ajo është vlera e të qenit një komunitet tej mase pozitiv, me vlera me të vërtet të rëndësishme për opinionin tim, me vlera morale, me vlera ekonomike, me vlera patriotike, me vlera të këtij komunitetit. Që, në fund fare, edhe ne shkolla ti bësh komplimenta vetvetes, edhe komplimenta komunitetit nga cilin unë e ju vim që të dy. Por ky është një realitet. Në qoftë se komuniteti jonë ishte një komunitet problematik, kam përshtypjen që eksperiencat e mia do të ishin negative, detyrimisht. Por eksperiencat e mia nuk janë negative, përkundërzi, kanë qenë gjithmonë eksperienca pozitive si avokat që përfaqëson individ, klient, individ apo që përfaqëson korporata ndryshme, bizneset e këtij komuniteti. Ajo ka qenë eksperiencë e personale dhe vazhdon të jetë eksperiencë e personale. Dhe është prej atyre vlerave që sapo përmendëm. Po mirë, vazhdon të jetë eksperjenca juaj personale avokat, por tani shikuesit na dëgjojnë, jo vetëm klientët, por gjithë shqiptarët, ju shikojnë si avokat i suksesshëm dhe duan t'ju kenë avokat. Nesër ju do shkoni në Senat. Çfarë ndodh tani? Si funksionojnë këto dy? Faleminderit. Kjo është kompliment. Faleminderit. Në fakt, kjo puna në Senatin e shtetit tonë është punë part-time, është punë e përkohshme. Senati jon dhe dhomave përfaqësuese e shtetit janë të angazhuar vetëm në mënyrë të përkohshme, zakonisht martë të mërkur të enjte, vetëm kur janë në session, kur janë aktiv. Edhe ajo është një moment specifik gjatë 2 sezoneve. Detyrimisht puna ime si avokat vazhdon përpara, nuk do e lë punën, përkundrazi. Ashtu siç ka qenë kënaqësi dhe nder që të përfaqësoj këtë komunitet, si avokat do vazhdoj ta bëj atë edhe në të ardhmen, edhe mbasi të fitojmë këtë garë politike. Po, ishte lajm kjo. Kjo është lajm, edhe pse është një kulturë në fushën e administratës amerikane, po jo të gjithë e dinë. Është vërtet. Por jemi mësuar në parlamentin tonë. Po, disa element të infrastrukturës amerikane
pasi betejë është më e madhe aty. Po. Ne folëm për veten tonë, për shtëpinë tonë. Tani do flasim për komshinët. Po. Edhe sepse ka mundësi që edhe një shqiptar, se edhe unë komshinët i kam tërtuaj, Po. edhe kur vjen problemi e kam marrëdhënien mundësinë t'i them atje që voto për mikun tonë. Cilat janë disa nga infrastrukturat që ju keni shfrytzuar dhe duhet të shfrytëzoni gjatë fushatës elektorale, edhe për kulturë, por edhe për praktikë? Po, ajo është pyetje shumë e vëndë dhe i falenderoj për ata. Në fund fare neve, edhe pse kontaktojmë dhe kemi folur ashtu siç thatë dhe ju që po flasim për veten tonë, për komunitetin tonë, lufta shumë e gjerë saq. Në ata 115.000 veta që votuan herën e kaluar, sado që ne kemi diku rreth 4.500 shqiptarë që votojnë, që kanë aftësinë të votojnë, kam përshtypjen që shumica prapë gjithsesi mbetet nga të tjerët. Mënyra si arrihet vota e gjithë tjerëve nuk arrihet thjesht duke thënë që okay, duke kontaktuar vetëm shqiptarët tanë. Pjesë e luftës dhe gjithçka që po bëjmë ne tani është kontakti me çdo person të mundshëm që voton në këtë distrikt. Por shqiptarët tanë kanë rol, siç sa më përpara, aftësia për të folur me komshinët. Aftësia për të organizuar në momentin kur neve marrim telefon, edhe këtë kemi filluar duke bërë që para rreth 1 javë, 2 javësh, marrim telefon çdo klient tonë, çdo person që është me origjinë shqiptare, që shikojmë emrat janë të regjistruar, dhe themi a mund të vim t'ju i kontaktojmë ata në mënyrë direkte. Para një herë kemi filluar dërgojmë kartolinat që i vinë shtëpi të gjithëve. Edhe kushdo që është pjesë e këtij distrikti do marrë një kartolinë në mënyrë personale me shkrimin tim dorës, që thotë ju lutem në mbështesni, ju lutem në ofroni votën për primaren në 4 gusht. Pastaj kemi një program që thotë që marrim telefon që gjithë ata që kemi numrat e telefonave. Dhe i themi ju lutem a mund të vëmë një shenjë aty para oborrit që thotë Renis Nushaj për kandidat. Si pjesë e asaj bisede gjithashtu themi ju lutem kontaktoni komshit, kontaktoni miqt, kontaktoni këdo që ju do që kemi në këtë distrikt, edhe në qoftë se si duhesh na japin votën thjesht me bisedën tuaj, perfekt. Në qoftë se duhet prania ime apo prezenca jonë dhe biseda jonë, jemi të gatshëm që shkojmë të takojmë aty ku janë. Detyrimisht ajo është pjesë e këtij programi që bëjmë. Tani ne vjen të angazhuar në mënyrë totale kur vjen puna me mediat, qoftë me televizionin tonë, po edhe me televizionet e tjera. Për shembull, sapo bëra një intervistë me një televizion të komunitetit tonë që është në Bloomfield Hills, duke qenë se zona, edhe pse nuk është Bloomfield Hills vetë, përhapet dhe ka edhe zonën e mbar amerikane të komunitetit. Do kemi të angazhuar me radio, me podcast, me televizionet e tjera, ku do bëhen reklamat, dhe ato fillojnë që gjitha fillojnë tani në fillim qershorit, që do dalin mas. Ajo është pjesë e gjithë garës që po bëjmë në mënyrë që të marrim çdo vot, sepse çdo vot do jetë e rëndësishme. Kur flasim për një dyshim votash mes 2 kandidatësh herën e fundit me 795 vota, kjo më thot mua si Renis që unë duhet fitoj çdo kënd. Nuk mund ta lë thjesht vetëm me shqiptarët apo me një grup specifik etnik apo me Bangladeshin apo me indianët apo me thetash. Duhet i marrim gjithë. Dhe është e nevojshme që të kemi mbështetje totale nga kushdo që na dëgjon dhe kushdo që na shikon dhe kushdo që na njeh. Dhe mbështetja totale do të thotë që duhet të flasim atyre komshive, duhet të flasim njerëzve për qark. Kjo është vlerë shtuar për ne si komunitet siç sa më parë, duhet të vlerë sot, motë dhe sa tjetër pastaj. Neve na duhet nxjerrim një kandidat në këtë rang. Në momentin që nxjerrim një kandidat në këtë rang, do të kemi vlerë pastaj për çdo kandidat tjetër këtij komuniteti për sa kohë të jemi këtu. Si jemi me fushatën? Fushata është deri tani ne jemi me fat. Kemi mbështetje shumë mirë. Komuniteti jonë dhe komuniteti i gjerë amerikan dhe partia na mbështet në mënyrë totale. Kjo është në të vërtetë diçka që mua në farë mënyrë është vlerësim dhe unë personalisht e vlerësoj tej mase. Mbështetja ka disa nganjëherë ne siç kemi folur më parë bashkë, është vështirë të dish se ku qëndron, sepse do marrim vesh ku qëndrojmë lidhur me këtë ditën kur bëhet vota finale dhe në bazë rezultateve finale. Por nëse shikojmë këto parametrat e aspekteve të fushatës, deri tani këto parametra që kemi aftësinë që ti analizojmë i kemi pozitive. Mbështetja financiare që kemi pasur nga komuniteti jonë, nga bizneset, nga kushdo që kemi rreth për qark vetes, ka qenë shumë e mirë. Tani jemi duke luftuar, duke bërë një luftë për te asaj ndihmës në gjigande që na ka dhënë ky komunitet, po mundohemi të marrim ato gjërat e vogla sepse nganjëherë numrat e atyre që kontribuojnë ke fushata jonë janë shumë më të rëndësishëm se sa kontributi total i një individi. Në garën që jam unë, kontributi total që mund të japë një individ është $2.450.
Dhe ajo na ndihmon që blejmë normalisht ato spotet televizive, podcastet e më thënë tash. Por nga një herë, në shumë prej anëtarëve të komunitetit tonë, dhe në mënyrë normale mendojnë, ok, unë nuk kam aftësi të jap shifrat që zakonisht reklamohen gjatë këtyre fushatave elektorale që bëjmë neve dhe takimeve që bëjmë neve, dhe një farë mënyrë stepen dhe thjesht do japin votën në fund fare që është normalisht e mirëpritur dhe mos e kuptueshme. Por nga një herë, siç e dini ju zoti Vila, ato kontributet minimale, $5, $10 për individ, për familje, tregojnë mbështetje më të gjerë, ato realitetin e mbështetjes që ka një kandidat. Prandaj dhe neve kemi qenë të fokusuar dhe vazhdojmë të jemi të fokusuar duke kërkuar komunitetit tonë që t'japi atë mbështetje. Mbështetjen $5. Po do largoni $5, që nuk do bëj asgjë juve dhe mbase do na shtojnë neve shumë pak në aspektin financiar, do na ndihmonte te mase në kontributin në pikpamjen e mbështetjes që shikojnë të tjerët nga jashtë brenda, ku tregohet që ky komunitet me vërtet e mbështet të kandidat. Detyrimisht ajo ka qenë deri më sot kërkesa jonë ndaj komunitetit dhe vazhdon të mbetet kërkesa jonë. Sa më shumë kontribute të tilla të vogla që të kemi, aq më në mënyrë disproporcionale do tregojmë mbështetje nga komuniteti. Pra nëse një milioner jep 5 milion, atëherë 5.000 shqiptar japin 1 milion, mendoj se është më mirë është me ata. Më mirë me ata tanët, me $5. Po marr ato $5 më mirë se sa të merresh atë milioner. Është dhe më thjesht kjo. Absolutisht. Është dhe më thjesht për të realizuar. Jam dakord. Si koha Obamës thoshte $1. $1, po. Tani unë kam rritit që këse jemi shqiptarë, është rritet dhe çmimi i gazit, ke parasysh? Po, $1. Po mirë. Tani para se të ndajmi me shikuesit edhe para se të japësh një mesazh, do të doja që të përsërit një si bëhet regjistrimi dhe kur bën votimi, cila është data e votimit finalja? Po. Ku jemi? Po. Data finale e votimit është në 4 gusht të 2026. Votimet fillojnë më parë. Ka 3 mënyra për të votuar. Mund të votosh në 4 gusht në person. Shkosh atje ku e keni vendin ku votoni zakonisht, nëse je regjistruar, shkon, bën votën, ajo është data finale. Një javë përpara asaj date, ke aftësinë që të shkosh gjithashtu në person ke qyteti. Çdo qytet rreth për qarknesh ka nga një vend specifik, në përgjithësi ke kurselia e qytetit vet, dhe ke aftësinë që të shkosh të bësh një të njëjtë, votosh në person. Është një javë rresht para asaj datës 4 gushtit. Mënyra e tretë, kjo është mënyra e dytë. Mënyra e tretë për votuar është kur të vjen në post, kur je regjistruar që fleta e votimit vjen me post në shtëpi. Edhe ajo është mënyra si shumica e njerëzve votojnë sot. Rreth mbi 60% e popullatës voton me absentee ballot, që të vjen në shtëpi. Edhe thjesht ke aftësi ta çosh në kërkon ajo absentee ballot të vjen në shtëpi, e dërgon, mbaron punë me kaq. Kjo është, këto janë 3 mënyrat. Për të regjistruar, gjithmonë regjistrohesh ke Sekretaria e Shtetit, ajo registrimi bëhet online në internet. Nëse ka vështirësi, siç thamë dhe herën e fundit kur folëm bashk, mund të kontaktoni tek zyra dhe neve në punojësit e zyrës time, unë personalisht do ju ndihmojmë në mënyrë që të regjistroheni. Si ju, si anëtarët e familjes, miq, kudo që të keni, sepse regjistrimi normalisht është shërbim jo vetëm ndaj kësaj fushate përkundrazi, por shërbim ndaj komunitetit tonë të gjerë. Këto janë ato metodat kryesore edhe të regjistrimit, por edhe të votimit. Në një tjetër specifike? Do i falenderoj te masi këtë komunitet për mbështetjen deri më sot, do i falenderoj për mbështetjen që jemi deri në ditën e votimeve dhe për te, dhe do ja u di për falënderit gjithmonë. Ju falenderoj. Senator, faleminderit që ishe në bisedë. Faleminderit ju. Jam i bindur që do të jesh senator, pasi neve si komunitet jemi të kënaqur, vetë ju personalisht, familja juaj dhe ne si komunitet jemi të kënaqur për formimin tuaj në këto nivele. Edhe jemi të kënaqur që të shohim një vlerë në Senatin e Michiganit dhe për aq më tepër për herë të parë. Të falenderoj shumë. Shikues të nderuar, ishim me avokatin Ernis Nushaj, kandidat për në Senatin e Michiganit. Sollëm disa informacione lidhur me shfrytëzimin e resurseve të komunitetit tonë, për komunitetin shqiptar amerikan edhe atij amerikan, lidhur me mundësitë që jepen kandidatëve për t'i marrë shfrytëzuar dhe për t'i vënë në shërbim këto resurse për të patur sukses. Por, edhe pse ata shfrytëzojnë këto resurse, unë mendoj se çdo individ është një resurs më vete, edhe jo vetëm me atë ndihmë $5 që thot avokati, por edhe me votën e tij. Deri në takimin e radhës, mirupafshim me një të ftuar tjetër, por do të jemi javën që vjen me avokatin përsëri. Avokat, të falenderoj. Ju falenderoj juve. Mirupafshim. Mirupafshim.